Vrana Konti ishte një nga ata burra që nuk e kërkuan kurrë historinë, por që historia nuk mund t'ja anashkaloj. Ai nuk ishte mbret, nuk ishte princ, dhe nuk mbante kuror, por mbante mbi vete një peshë shumë më të rëndë, besimin e Skënderbeut dhe fatin e një kështjellje që mobilizonte lirinë e një populli të tërë. Në një kohë kur arboria ishte rrethuar nga një perandori që përparonte pa ndalur, Vrana Konti u shfaq si figurë e qetë e vendosur, e fortë në heshtje, një burr fliste pak dhe vepronte shumë. Lindur në një familje fisnike shqiptare, Vrana Konti mbante titullin Kont, me titull që në mesjet nuk ishte thjesht nder, por përgjegjësi. Familjet fisnike arbërore nuk trashëgonin vetëm tokë, por edhe detyrime për të luftuar, për të mbrojtur dhe për të udhëhequr. Që në rini, Vrana Konti u formua në këtë frym. Ai mësoi artin e luftës, disiplinën e komandës dhe rëndësinë e besës. Nuk ishte nga ata burra që e ndërtonin autoritetin me zhurmë, por me qëndrueshmëri. Shtarët e ndiqnin se ai nuk i çonte kurrë atje ku vetë nuk do shkonte i pari. Kur Skënderbeu u kthye në Arbëri në vitin 1443 dhe ngriti flamurin e kryengritjes kundër perandorisë osmane, Vrana Konti ishte ndër fisnikët që e kuptuan me njëherë se ajo nuk ishte vetëm një revoltë e zakonshme. Ishte një luftë për ekzistencë. Pa hezitim, ai u rreshtua në krahët e Skënderbeut, jo për përfitime, por sepse kuptoi se ajo ishte betejë që do përcaktonte fatin e brezave që do vinin. Që nga vitet e para të rezistencës, Vrana dallua si një nga njerëzit më të besuar të kryetërimit Skënderbeu. Kishte shumë trima rreth vetes, por pak njerëz që mund të besonte mbrojtjen e një simboli si kruja. Kruja nuk ishte vetëm një kështjellë, ajo ishte zemra e rezistencës shqiptare. Vendi ku flamuri shqiponjës valvitej si sfidë e hapur ndaj sultanit. Dhe ishte komandanti i krujës, po do thoshte, mbaje mbi supe, jo vetëm një garzion ushtarës, por shpresën e një populli të tërë. Vrana Konti u emërua disa herë në këtë detyrë, sepse Skënderbeu e dinte se ai kishte të që duhej, durimin për të përballuar rrethime të gjata, mendjen e ftohtë për të marrë vendime të vështira dhe karakterin për të mos u thyer nën presion. Rrethimi i madh i vitit 1450 ishte prova më e madhe për Vrana Konti. Sultan Murati erdhi personalisht me një ushtri gjigande, me artilleri dhe forca që Arbëria nuk kishte parë kur më parë. Qëllimi ishte i qartë, shkatrimi i krujës, thyerja përfundimtare e rezistencës shqiptare. Brenda mureve, Vrana Konti organizoi mbrojtjen me përpikmëri. Ai menaxhoi furnizimet, shpërndau forcat në mënyrë të zgjuar dhe mbi të gjitha mbajti gjallë moral. Ai e dinte se një kështjellë nuk bie vetëm nga topat, por bie kur njerëzit humbasin besimin. Ditë pas dite, shtria osmane godiste pa pushim. Netëve, Vrana Konti organizonte kundër sulme të vogla, sulme befasuese, që i mbanin osmanët në tension dhe i lodhnin psikologjikisht. Ai shfrytëzoi çdo dobësi të terrenit, çdo avantazh të mureve dhe çdo krim skuqëzimi të luftëtarëve të tij. Kur sultani detyrua të tërhiqej, kruja mbeti në këmbë dhe emri i Vrana Konti ngulit edhe më fort në rrethin e ngushtë të njerëzve më të besuar të Skënderbeut.
Pas këtij rrethimi, lufta nuk pushoi. Osmanët u kthyen her pas here nga Arbëria, jetonte në një gjendje lufte të vazhdueshme. Vrana Konti vazhdoi të shërbente si komandant, mbrojtës, kështjellash dhe organizator i rezistencës. Ai nuk ishte njeri i betejave të hapura dhe spektakolare. Ai ishte njeri i qëndrimit, i mbrojtjes dhe i sakrificës afatgjatë. Pikërisht për këtë arsye, ai ishte i pazëvendësueshëm. Në fillim të viteve 1460, shëndeti i Vrana Kontit filloi të dobësohej. Burimet historike nuk japin shumë detaje për rrethanat e vdekjes së tij, por është e qartë se ai u largua nga jeta para vitit 1468, përpara se Skënderbeu të mbyllte syt. Vdekja e tij si një goditje e rëndë për rezistencën shqiptare dhe për vetë Skënderbeu, i cili humbi një nga shtyllat më të forta të mbrojtësit të Arbërisë. Por pikërisht kjo e bën figurën Vrana Kontit kaq të fortë. Ai nuk e njohu kur dorëzimin. Ai mbetet simbol i burrave që nuk kërkuan lavdi personale, por mbajtjen i shpatulla peshën historisë. Pa të rezistenca shqiptare do të ishte më e brisht. Ai ishte heshtja para stuisë, qëndrueshmëria mes rënojave dhe besnikëria absolute ndaj një ideali. Dhe për këtë arsye, dhe pse emri i tij nuk përmendet gjithmonë i pari, ai qëndron për jetë në themelit e historisë shqiptare. Si një nga mbrojtësit më të mëdhenj të nderit dhe lirisë së Arbërisë.